Bismillahirrahmanirrahim. Do t'u caktoj dashuri. Kushdo që e përmison zemrën në fshehtësi, Allahu do të mbjell dashuri për atë besimtar në zemrat e të tjerëve. Allahu ka premtu atyne se do t'u falë, do t'u dhuroj dashuri e mëshirë. Allahu ka premtu se ka me fut dashuri për besimtarët e mirë. Ata do t'jenë dhe do t'njihen si njerëz të mirë e devotshëm, qoftë për banorët e tokës, njerëzit në tokë, ashtu edhe për ata të qiellit, pra melekët Allahut. E nëse e gjithë bota ka dashuri për ta, atëherë kjo ka me sjell shumë të mira dhe do t'u lehtësohen shumë punë. Dëgjoj me vëmendje fjalën e Allahut: innal ladhina amanu wa amilu salihati seyaj'alu lahumur rahmanu wudda. Nuk ka dyshim se ata që besun, ban punë të mira, Rahmani i gjithë mëshirshmi do t'u jep dashuri. Krejt në përmbyllje, mos kërkoni famë, kërkoni dashurin e gjithë mëshirshmit Allah. Edhe njerë, mos kërkoni famë, kërkoni dashurin e gjithë mëshirshmit Allah. Edhe njëherë, mos kërkoni famë, kërkoni dashurin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.